flasim tani mëngjesisht për samitin e diasporës. Pritja zyrtare zhvillohet në mbrëmjen e sotme, ndërsa nesër dhe pas nesër do të ketë diskutime thuajse për gjatë gjithë ditës dhe fokusi kryesor është thithja e investimeve, jo thjesht huaja, por investimeve të diasporës në vendin tonë. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zotin Dilaver Aslan, sipërmarrës në Turqi, padyshim me origjinë shqiptare. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Aslan. Kënaqësi që jeni në studio. Dhe njëkohësisht është zonja Seren Sajdam, avokate. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni këtu të dy së bashku. Faleminderit. Ta nisim me ju, do na ndihmoni, ju lutem, me përkthimin disa pyetje të shkurtra për zonjën Seren. Është hera juaj e parë në Shqipëri dhe njëkohësisht merrni pjesë tek samiti i diasporës. Keni evidentuar diçka me potencial për vendin tonë, për Shqipërinë? İlk defa mı geliyorsunuz diyor. Bu samite de ilk defa mı geliyorsunuz ve bu toplantılar için, paneller için fikrini soruyor. İlk defa geliyorum. Tiran'a da ilk defa geliyorum. Ben Tiran'ı çok beğendim. Başta onu söyleyeyim. Çok güzel bir şehir. Kesinlikle çok beğendim. Bu toplantıya da ilk defa geliyorum ve verimli geçeceğini düşünüyorum panellerin. Çok güzel bir program hazırlandığını düşünüyorum. Şimdi ilk defa tecrübe edeceğim. Bakalım istediğimiz gibi verimli geçecek mi? Për në herë ka ardhur Tiranë, po shumë ka pëlqyer, shumë që gjekin ardhur, shumë ka pëlqyer tepër. Dhe të uron për samitin suksese. Kujtimi kësaj është se shumë sukses këto panelat shumë me sukses do të kalon. Ndërkohë, zoti Hasan, ju jeni sipërmarrës në Turqi dhe gjithashtu merrni pjesë në samitin e diasporës. Cilit sektor në Shqipëri keni vënë syrin? Pra, ku mendoni se mund të rritet më tej bashkëpunimi mes dy vendeve? Me Shqipërinë, unë besoj se për konstruksion, ndërtim, tekstil, gjithë mujna për me fillu diçka. Besoj se adin çfarë është, prej Turqisë shumë larg jam, për shembull me eksportu një prodhim, për Turqisë ma shtirë është për në Itali. Në Itali këtu me pas me konë Durrës, për shembull, një prodhim. Prodhon në Shqipëri dhe eksporton në Itali. Po, në Itali shumë lehtë, shumë suksesshme është. Për çfarë me biznesmen të turke këtu me prodhim me bë edhe me eksportu prej Shqipërisë. Në aton është ma forta europiane. Po, mes europian edhe origin me pas me kënë gjysmën prodhimin atje me kry, gjysmën këtu edhe me po original prodhim shqiptareve edhe i kimi malet me eksportu edhe çmimin e kimi malartë. Ka Shqipëria politika fiskale që janë favorshme për biznesmenët e huaj? Në rastin konkret për biznesmenët turq? Po. Politika favorizuese? Po. Mirë është edhe çka janë shqiptarë turkisha jetën edhe ato dojnë pëlqen me konë këtu. Me po edhe ju menimu pak biznesmeneve, për shembull për tatime, për do qena ma mirë dhe të bërë. Letësi duen gjithmonë. Letësi, po. Zonja Sajdam, duke parë edhe në këndvështrimin e avokates, çfarë duhet përmirësoj Shqipëria gjithmonë për të mbrojtur bizneset? Çfarë duhet përmirësojmë ne si Shqipëri në mënyrë që bizneset turke të gjenden më mirë këtu? Klima e biznesit në tërësi. Evet, siz avukat olarak bu Türk Arnavut iş potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi kesinlikle bence ciddi bir potansiyel var ve geliştirilmesi gerekiyor bunun. Ve bu tarz organizasyonlar da özellikle bunun için bence çok faydalı. Çünkü hani baktığımız zaman hem tarihsel açıdan yani iki devletin birbirine yakınlığı, sonra ihtiyaçlar ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilme konusundaki potansiyellerini düşündüğümüzde
Kesinlikle bunun geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Benim buraya geliş amaçlarımdan birisi de o. Bir şekilde Türkiye ile Arnavutluk'taki iç ilişkilerinin geliştirilmesi için nacizane kendimce yapabileceğim ve kurabileceğim bağlantılar için bir şekilde gözlem yapabilmek için geldim buraya. Ve geliştirilmesinin de iki ülke için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Edhe kjo përron sukses edhe historical jemi Turkia me Shqipërinë. Vende mik. Vende mirë si vllazëri jemi, për që ta shumë letë dhe t'jete biznesi turk edhe shqiptarve. Sa të mujë dhe të njëmoj biznismen të turke shka jonë, dhe të tregoje se Shqipëri ajdene me investim me bërë, besoj se shumë sukses kemi pasë. Biznes edhe impetje, bizneset në Turqi kanë dëshirë, kanë oreks për të investuar jashtë Turqisë? Po, kanë dëshirë, kanë, shumë kanë. Edhe për zonjën Sajdam? Türk iş adamlarının yurt dışına yatırım yapmalarını istiyor, değil mi Türk? Tabii, tabii, kesinlikle. Po, paketër. Edhe kapitale pa tjetër që kanë? Po. Kapitale monetare? Po, kapitale, po, kanë kapitale. Do shokët e mije, shumë kapitalet mira kanë. Po, besoj se dë bëhet të shka. Ju vetë, Zotja Hasan, mendoni se realisht Shqipëria është një vend konkurrues në aspektin geografik, pra ku ndodhemi, por njëkohësisht edhe në politikat konkurruese. Mendoni se realisht ne do t'ja dalim, do të kemi më shumë investitor në rastin konkret nga Turqia? Po, besoj se shumë mirë edhe me suksesme. Sektori turizmit gjithashtu është një potencial. Shumë shqiptarë shkojnë në Turqi për pushime, nuk ka shumë qytetarë nga Turqia që të vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet e tyre. Mundet që edhe sektori turizmit ti përngjasoj ati të Turqisë? Mënyra se si funksionon sektori turk i turizmit? Po, sektori, besoj se edhe duhet me pas me konë atë sektorin e turizmit me afru këtu në Shqipëri. Modelin? Po, modelin. Edhe modelin me pru këtu, jom të lezu se shumë, si vetë, 14 milion turista pas ka artë këtu në Shqipëri. Inshallah bëhet 50 milion. Edhe shumë fitim ka, turizmi, po, as prodhim s'ka, as me pak investim, vetëm ndërtimet e maron, edhe potencialin shumë mire kam, beso, po minimu shteti, për shemull, me afru vendin. Ullje taksash? Ullje taksash me afru shteti? Po, me afru, me dhonë tokë, për shemull, afru detit, minimu, vjen, turshvin, e marojnë ndërtimin, hotelin, e marojnë edhe shteti duhet minimu për vendin. Sigurisht. Po, besoj se 30 milion vinë. Mund t'i kapim 30 milion. Po, paketër. Dy fishë atyre që kemi pasur në 2025. Po, besoj. Zonja Sajdam, mendoni dhe ju se është e lehtë që turizmi turk të eksportohet edhe në Shqipëri, pra modeli se si turizmi turk funksionon? Turk turizm sisteminin de Arnavut'la devşirilmesi sizce nasıl bakıyorsunuz ona? Şimdi Türk turizminde eleştirdiğim noktalar var. Özellikle her şey dahil oteller ve hani bunun bir şekilde gelen turistin otel içerisinde kalıp hiçbir şekilde şehirde dolaşmaması, gezmemesi ve diğer esnafın, başka kişilerin bu turistin bir şekilde ülkeye getirdiği, harcadığı paradan faydalanmamasını eleştiriyorum. O noktada biraz daha böyle yerel bir sistem kurulmasını tavsiye ederim o noktada. Çünkü bir şekilde sadece yatırımcıya çalışan, yani dövizin sadece yatırımcıya akması durumu oluyor maalesef bu durumda. Evet. O yüzden de hani her şey dahil sistem dışında bir şekilde buraya Türk yatırımcıların gelip turizme destek olması tabii ki güzel bir şey. Ama her şey dahil sistemi
Tavsiye etmiyorum, öyle söyleyeyim. Një sistem shka turqët e përdorin her şey dahil. Hin atë vjen për një javë, për shembull, Po. hin atë han, pin, hiç nuk lëviz prej hotelit. Po, këtë model... Po, modeli mirë, po nuk është mirë, po thotë. Nuk është mirë, sepse ka shumë konsum? Jo, duhet me, atë turistin duhet me hek jashtë. Po, dalë jashtë resortit. Dalë jashtë edhe shqitje në të vonë, ato dugojët shka shesin në të blejnë, edhe historinë në të shofin, të njofin atë Shqipërinë, shka ka historinë, edhe shqite duhet me pas, me bot pak trekti, si dale, si trinë atje mrenda, nuk blejnë kur gjë, nuk shenë kur gjë, kjo zonja Sajdami thotë që atë sistem jo po ndrysh, pak ma ndrysh. Duhet për shtatet. Po, jo vetëm atë me hi mrenda. Sepse nuk shpenzojnë më. Po. Edhe një pyetje për dy në lidhje me samitin. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga samiti i diasporës në Shqipëri? Dhe do flisnin në panele, apo s'është përcaktuar ende agenda? Kur të fillon panelat sot, fillon, ta qikojnë atë qysh a ka sukses ajo, besoj se shumë sukseshme edhe si cëllën bit me bo ma mire shte. Mirë dë bëhet. Edhe për zonjën Sajdam me njëjta pyetje, çfarë pret nga ky samit? Bu samitten ne beklentiğin ne? Ben kendi adıma öncelikle gözlemleyeceğim. Az önce de konuştuğumuz gibi yani buradaki sistemi görebilmek, bunu algılayabilmek adına faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yani bu ilişkilerin geliştirilmesi buranın ciddi bir yatırım içinde cazibe merkezine dönüşebileceğini düşünüyorum Arnavutluğun. O noktada şu an için gözlüyorum. İyi geçeceğini, verimli geçeceğini de düşünüyorum. Besoj se shumë suksesshme do të bëhet edhe për Shqipërinë shumë mirë është. Për gjithë për kontaktet, po parën kime ardhë, se di se që dë kalojmë, pastaj mujna... Pastaj mund të bëjmë bilancin. Po. Zotja San, zonjën Sajdam e pyetëm, ishte hera e pare e saj në Shqipëri, ju si e flisni kaq mirë shqipen, për ta mbyllur bisedën? Në original, unë jam... Shqiptar? Shqiptar, original. Baba im është Shkupit, nëna im është Kosovës, Ferizajit, gjithmonë na kina flasë Shqip. Në shtëpinë tuaj? Në shtëpia, kretë familja Migjallar, kretë dajt, kretë kanë flasë, për që ata kina mësu. Kjo zonja Serani, gjyshi para 100 viteve ka ardhë, po vetëm hu vetë ka ardhë, jo familja. Pra, aji nuk ka folur turqisht? Po, nuk ka fol, nuk din me fol. Si familja jonë, shka jonë familja bashkë vrinë, bashkë familjat mloja, shka jonë, ato kretë kanë flasë Shqip të shtëpia, e ma mirë mësot të familja mrenda. Pa tjetër. Ju falenderoj që ishtit në studio dhe suksese shumë këto 2-3 ditë të samitit. Faleminderit. Po.